ky është rasti më klasik i shpërdorimit të urtësisë artificiale, e cila në vetvete nuk ka asnjë gabim në atë që thot. Por në fakt, rezultatet e saj nuk kanë asnjë lidhje me kapjen apo jo të medjave. Janë metodologji krejtësisht të tjera, ato që përdoren për kapjen e medjave dhe që kanë provuar se në Shqipëri qeveria kontrollon 90%, 92% të medjave. Shikoni se si Edi Rama, kaloj edhe njërë, jo maja këtë shumë, se si Edi Rama, duke paraqitur propozitar Ymer Çorapen, Carlo Bolinon, e tjerë, kërkon të mashtrojnë shqiptarë dhe botën. Nuk ka turpës, nuk di që bërë. Së dyti, sot ai, me një gjuhë ordineri, prej gangsteri, reagon ndaj protestës dhe lidhur me udhëtimin e tij në Zvicër. Ai zotohet dhe stërzotohet se ai dhe bashkëshortja e tij s'kan udhëtuar kurrë për qëllime private me paratë të shtetit. Unë i them se ti je një mashtrues jo 2 metra i gjatë, po 2 kilometra i gjatë. Dhe në qoftë se ta mban, hajde lejo të krijojmë komisionit të analizojmë 140 udhëtime me Ismailin në dispozicion, sa kanë qenë zyrtare dhe sa kanë qenë private dhe familjare. Po ti s'ke turp dhe ti çdo fjali do të nxjerrësh një mashtrim. Urdhro në ta mban. Pse nuk lejove komisionin hetimor parlamentar për 140 udhëtime tuaja në 2 vite që i kushtuan vendit 23 milion euro? Dhe tani, betohesh nga atje që unë s'kam udhëtuar kurrë me paratë të shtetit, me udhëtime private. Na nxirr pak faturat 200 apo 300.000 euro që ke paguar Ismailin ti nga xhepi yt në 140 udhëtime. Ndërkohë në 2 vite, presidenti i Shteteve të Bashkuara ka udhëtuar 73 herë, jo presidenti Donald Trump, por ata që kanë në 4 vjeçar. Na thuj pak. Është lehtë të përdorish shprehje gangsteri dhe kujton sa me atë bësh më i besueshëm. Hajde të vërtetojmë se cila është e vërteta. Se me ato udhëtime ti akuzohesh se ke transportuar para. Ka të tjerë që thonë drogë. Nuk e them dot. Nuk i kam faktet. Për para po, të sfidoj. Urdhro. Të krijojmë komisionin. Që nesër po deshe. Dhe tani, vërsulesh me gjuhë gangsteri, se unë i tillë e atil s'kam udhëtuar ndonjëherë me paratë. Po avionin, me çfarë parash e ke paguar ti?
Në një kohë kur kancelari i Austrisë në udhëtime zyrtare udhëtonte, tani nuk e di, s'mund të them, po përpara udhëtonte me linjë tregtare. Po, Austria është një vend shumë herë me i pasur dhe me të ardhura ndër më të lartat. Ndaj dhe i kërkoj urgjent të lejoj komisionin. Krijimi i komisionit do të mundësonte transparencën e plot para shqiptarëve. Së fundi, vazhdoj me Lubi Ballukun. Burime të informuara, qytetar digital, me informojnë se Lubia ka bërë 3 udhëtime me skaf në Greqi, duke shmangur kontrolle policore, dogana dhe çdo gjë. Nuk mund të them se kush kanë qenë skafistët. Do përpiqem, por burimet thonë se ajo ka bërë 3 udhëtime me skaf, të mbushur plot. E kuptoni ju vetë se me çfarë mund të jetë mbushur skafi. Së fundi, e shtrova dhe dje, e shtroj dhe sot, dënoj me forcën më të madhe mbrojtjen që i bëhet qeveritarit Tarubës. Kam vlerësuar dhe vlerësoj hetim në kësaj dosje, nxjerrjen e listës së biznismenëve të implikuar në këtë dosje dhe trafikantëve. Por, nuk pranoj kur dhe nuk pajtohem kur. Fshehjen e qeveritarëve apo qeveritarit të pranishëm në takim. Sepse është pikrisht kjo prani që fakton se Edi Rama është kreu i narkoshtetit. Se Edi Rama dërgon qeveritarët e tij në takime me grupet me bost e drogës dhe i garanton ata për investimin e parave të tyre të krimit në Tiranë dhe në Shqipëri. Dënoj me forcën më të madhe Altin Dumani, sillet para shqiptarëve sikur ky është një hetim privat. Kryer një akt të turpshëm. Se çdo shqiptar e din që në Aruba ka patur qeveritar. Dhe ai fsheh vetëm e vetëm për të mbrojtur Edi Ramën. Po pse Edi Ramën? Sepse asnjë qeveritar nuk mu shkonte dot pa autorizimin e Edi Ramës në atë takim famzi. I kërkoj Komisionit të Ligjeve të thras me urgjencë prokurorin
për shpjegime. Shqiptar duhet din cili është fytyra e vërtetë e Edi Ramës dhe roli i tij në aferën Aruba, cilët janë qeveritarët që ai dërgoi në atë takim. Nuk ka asgjë më të rëndë. Ajo është një aferat e mëdha që jo vetëm provon atë që ne kemi denoncuar në mënyrë më të përsëritur, narkoshtetin, provon se kullat janë monumentet drogës dhe krimit. Pra, Partia Demokratike kërkon me forcën më të madhe nxjerrjen e emrave të zyrtarëve që kanë qenë në Aruba. Konsiderojmë këtë aktin më të rëndë. Hetimi është shtetëror dhe jo privat. Altin Dumani është një prokuror i kapur, masi vetë ka la parat në banesat e tij. Faleminderit. Zoti Berisha, ju e përmendët pak më parë udhëtimin e Edi Ramës në Zvicër, i cili në fakt vjen në kohën kur në Tiranë protestat antiqeveritare kanë mbërritur sot në ditën e 17. Siç duket, të paktën deri më tani nuk ka asnjë reflektim nga qeveria apo një tërheqje. A mendoni se do të arrijë kjo protestë largimin e Edi Ramës apo së paku tronditjen e pozitave të tij? Faleminderit. Gjej rastin dhe njerë të përshëndes përzemërsisht protestën qytetare rinore më madhështoren që ka njohur Shqipëria në historinë e vetë. Dhe të ftoj të gjithë antarët, mbështetësit e Partisë Demokratike, se sot vendi i tyre është në atë protestë të falenderojë me mirënjohje çdo njeri që kontribon në atë protestë. Natyrisht, Edi Rama po marrë qëndrime tipike të një diktatori autoritar ndaj protestës. Shpërfillje absolute. Anatemim me të gjitha format. Nga agjentur e huaj, tek lëvizje fashiste, protestës më paqësore, më qytetare që ka njohur Shqipëria ndonjëherë. Me asgjë nuk do mund të ndalojë atë protestë, me asgjë nuk do mund të parandaloj fundin e tij të shpejtë. Unë jam besim plot se protesta rinore qytetare do të triumfojë. Nëse mund të na bëni një koment në lidhje me disa zëra kundër brenda Partisë Socialiste dhe daljen e si e pavarur e një deputete të Partisë Socialiste, nëse keni një koment për këto zhvillime brenda PS-s. Faleminderit për pyetjen. Unë vlerësoj çdo zë kundër Edi Ramës dhe në mbështetje të protestës. Unë rikujtoj këtu shqiptarët se një zgjidhje plotësisht e mundshme do të ishte dhe është, në qoftë se Edi Rama nuk pranon zgjidhjen, një zgjidhje tjetër paqësore, siç e kërkojnë protestuesit, është largimi
i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime, dhe kjo i hap rrugën